Është qelur pranë xhamisë së qytetit tenda e Ramazanit. Kjo tendë, e cila do të jetë e hapur për gjatë gjithë muajit, do të dhurojë për banorët Gjirokastrite me gjerë libra të ndryshëm e vëllime me literaturë mbi agjërimin. Miftiu i Gjirokastrës Armand Islami ka pohuar se kjo është cilësuar tenda e agjërimit, pasi do të qëndrojë hapur për gjatë muajit të shenjtë, ndërsa janë të ftuar të afrohen edhe turistët të cilët kanë shprehur këshillim mbi aktivitetet në kuadër të kësaj feste. Myftinia Gjirokastër, në emër të besimtarëve në Gjirokastër, organizoi këtë vit diçka të re, që është tenda e muajit të Ramazanit, ku do të shpërndahen libra, Kurane, revista, fletushka në lidhje me Ramazanin, kalendari, oraret për muajin e Ramazanit, po ashtu literaturë me libra të ndryshëm, që janë afërsisht 50 libra, me literaturë islame, ku janë libra që shpjegojnë në lidhje me fëmijët, në lidhje me prindrit, në lidhje me gruan në islam, në lidhje me të vjetrit, baballarët, në lidhje me adheun, në lidhje me arsimin, literaturë nga më ndryshme për islamin. Me lejen e Allahut, tenda do qëndrojë gjatë gjithë muajit të Ramazanit, ku të gjithë banorët e Gjirokastrës, jo vetëm besimtarët, por është e hapur për të gjithë, madje edhe për turistët që të vinë dhe të lexojnë dhe të studiojnë në lidhje me islamin dhe me muajin e Ramazanit. Kam turistë që u ndalën këtu. Ka këshëri kjo gjë? Për ne është një nder i madh dhe për turistët që vinë, po ashtu dhe për banorët e zonës, do mundohemi që të respektojmë dhe të qëndrojmë sa më afër me nevojat që ato kanë dhe t'ia shpjegojmë hollësitë që përmbajnë librat. Muaji i shenjtë të Ramazanit për të gjithë besimtarët muslimanë të gjithë botën ka nisur prej ditës së djeshme. Gjatë këtij muaji besimtarët agjërojnë deri në 16 orë në ditë për një muaj dhe duhet të solidarizohen me të varfërit duke dhuruar para ose ushqim.